Pika e fortë në radhë parë është mikpritja e këtyre qytetarëve, këtyre banorëve të mrekullueshëm. Mikpritja që ne kemi traditë ka hershme, që kur miku vjen në shtëpi, ne hapim dyrë dhe i mirëpresim. Dhe kjo ka qenë arma jonë e fortë, por gjithsesi arma fortë është edhe fal investimeve, fal biznesmenëve të qytetit Kavajës që kanë investuar në bregun e Tezës, investime me standarde ndër më të mirat në Europë. Dhe kjo ka gërshetuar mikpritjen me investimet dhe besoj është bërë një ansambël shumë i mirë dhe që po funksionon dhe turizmi që akoma është në ndërtim e sipër. Turizmi akoma besoj për 3-4 vitet në vijim, ne do të përfundojmë totalisht zonën bregdetare të Kavajës.